të koncepteve, të besimeve, apo edhe të atyre që nuk besojnë, në besoj se për gjithë ky diversitet duhet na shërbyer, ndoshta për ta krijuar një tërësi, duke me vidijet plot, domethënë që çdo element e ka të rëndësinë e vet në godinën e madhe të kombit, shoqërisë apo të shtetit. Po më dëgjoni? Po, patjetër. Po, nuk kemi dashme të ndërprej deri tash, kemi lënë të lirë mendimet e juaja, sepse Linda dhe Astrite po ashtu i dhanë mendimet e tyre pa u ndërprej. Zotëri Shemse, tregom pak ndoshta çka mendon për bashkëtesën e një çifte me fe të ndryshme, ndoshta katolike dhe muslimane, ashtu siç është dhe Linda. Shumë respekt për Lindën dhe për të gjithë ata të cilët zgjedhin që të jetojnë në raporte të tilla. Kemi një bazë të madhe në Kur'an, fjalën e Zotit xhallashanuhu, i cili thot la ikrahe fid din, nuk ka detyrim në fe. Nuk guxon askush që të tentoj apo të mendoj që ti imponoj dikujt besoj fetë në përgjithësi, e sidomos në islam në veçanti, që ti imponoj dikujt me imponim besimin e tij apo mendimin e tij apo mënyrën e të besuarit edhe të menduarit të tij. Po, pse gjithmonë tek ne është bo fjalë që nuk bën me u martu me një katolik,